Diskutojmë zhvillimet e aktualitetit politik. Kam kënaqësinë të kem në studio Endri Xhafon, autor dhe moderator i emisionit Log. Faleminderit Endri. Faleminderit juve për ftesën. U mbyll dia fati i regjistrimit të shqiptarëve që jetojnë në diasporë. 230 e diçka mijë shqiptar kanë aplikuar për të votuar nga diaspora në Shqipëri. Si e sheh? Ishte e pritshme fillimisht për ty kjo shifër? Nuk e di, unë vetë nuk kam pasur në një pritshmëri ose një ide për shifra, po unë them për shembull që kryetari, s'është më kryetar, formalisht quhet Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sepse ka 3 organe sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndryshe nga dikur. Ai që është pra që merret me organizimin, me çështjet ekzekutive, Ilian Celibashit, premten më tha në Log që pritshmëritë e tij, pra dikush që ka qenë kryetari i KQZ-s që nga vitet 2001 deri në 2005 dhe përsëri nga 2021 e mbrapa, 2020 e mbrapa, ai vetë si një ekspert i zgjedhjeve kishte një pritshmëri diku te 50.000. Tani kur dëgjon që Celibashi thot 50.000, nga politika, po më thoje që një politikan në studio të kishte thënë diku te 10.000, të shkojë në këto shifra është një gjë shumë e mirë. Se çfarë produkti do prodhoj është jam shumë kurioz ta shoh, sepse presupozohet që gjithmonë kur ka një pjesëmarrje më të madhe në zgjedhje, përfitimi është për gjithmonë për opozitën, po emigrantët nuk i parashikon dot aq më shumë që kanë punuar të dy forcat politike mirë për t'i pasur dhe për t'i të rreshur. E sheh si interes të shqiptarëve që jetojnë në diasporë apo si produkt të punës së partive politike në diasporë këtë? Shiko, unë nuk, domethënë pavarësisht se Partia Socialiste ka punuar mirë, kemi parë mitingje, okay, një pjesë atyre mitingjeve ne e dim që kanë qenë me njerëz të vajtur nga Tirana. Por nuk besoj se të gjithë ata njerëz ose Partia Demokratike, kriteret për shembull për të qenë në listën e deputetëve është edhe të sjellin 5 njerëz nga diaspora që të regjistrohen. Pra megjithëse ka pasur patronazhime, po e quajmë kështu për konvencion, nga të dy krahët e politikës, nuk mendoj se 200.000 njerëz vinë sepse i thrasin partitë politike. Mendoj që ka njerëz që kanë dashur të vinë, kanë dashur të jenë pjesë e këtij procesi, që të gjithë bjem dakord që është i vonuar, ndoshta duhet ta kishim bërë më herët, edhe siç e ka Kosova dhe plot vende tjera që ku diaspora voton. Ne nuk i dim se si do të shkojë ky rezultat, por nga ajo që mund të shohim nga shifrat është që 3 vendet me aplikimet më të shumta ishin Italia e para, Greqia e dyta dhe Shtetet e Bashkuara e treta. Janë vende që kanë diasporë jo dhe aq të re të viteve të fundit. Është një diasporë që ka ikur që në vitet e para të për Amerikën mos e vë dorën në zjarr, në Amerikë kanë ikur edhe njerëz të cilët deri dje i ke pasur drejtorat Edi Ramës dhe kanë ikur. Jo, e kisha këtu, fakti që është një diasporë e vjetër, sa të shkëputur e bën nga problemet aktuale të Shqipërisë? Diasporën e Amerikës nuk, domethënë me intuit, duke ditur kush ka ikur Renaldo, ka ikur Endri, ka ikur Erli, ka ikur ky, pra duke ditur njerëz që thash kanë ikur relativisht vonë, nuk e di se si çfarë balance mund të ketë. Sigurisht Amerika ka qenë vendi ku ka pasur shumë diasporë të dikurshme, të hershme. Kurse përsa i përket saj, tjetrës Italisë dhe Greqisë, dakord, Italia dim që ka pasur eksodet masive të viteve në 10, Greqia po ashtu, dhe gjithmonë më pak njerëz kanë vajtur në këto dy vende, mbas viteve 2000 ndoshta, sepse mbas viteve 2000 ne shohim që po ikin në vende skandinave, në Gjermani e tjerë. Unë nuk besoj se shqiptarët janë, kam qenë vetë emigrant në thonjza, student, të garantoj unë kam njerëz që jetojnë jashtë, që punojnë, kam të gjithë njohim dhe kemi njerëz si tanë që punojnë jashtë, qoftë edhe në zanatet e tyre. Të gjithë rinë një mënyrë ose një tjetër me kokën nga Shqipëria, ndjekin edicionet informative, i shohin lajmet, kështu që unë nuk mendoj. Plus, ata që kanë dëshirë të marrin pjesë në procesin zgjedhor, mendojnë se kanë një gjë për të thënë, një gjë për të kontribuar në zhvillimet e brendshme dhe mendoj që janë mjaftueshëm në dijenit asaj që ndodh. Se ka dhe një gjë, një gjë tjetër. Gjithmonë nga Italia, po sidomos nga Greqia, kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë në zgjedhje. Pra nuk është risi që të vinë nga Greqia dhe të votojnë. Kanë ardhur gjithmonë, po kanë ardhur me autobus, kanë organizuar partitë. Kësaj here vetmja veçanti e gjës, nëse mund të thuhet, për të paktën për ata që jetojnë në Greqi, është që do votojnë nga shtëpia e tyre. Do votojnë nga shtëpia online. Mendon duke parë edhe angazhimin e partive politike në diasporë. Ne kemi parë që e gjithë fushata është vendosur në diasporë dhe nuk po shohim takime elektorale siç kemi mësuar të shohim në Shqipëri. Mendon që partitë politike
Partia Socialiste pak merret, po edhe Partia Demokratike pak më vonë, e kanë kuptuar rëndësinë që ka vota e diasporës? Po 200.000, domethënë janë shumë, janë goxha 200.000, domethënë është gati një qytet i madh në një Shqipëri, domethënë ku një fierë ndoshta. Kështu që i kupton domethënë se sa peshë ata kanë, pavarësisht se vota e diasporës do të numërohet në vendet ku ata kanë qendrën e banimit. Pra nuk është se diaspora do të nxjerrë 2 apo 3 deputet në vetën në parlament, por kush e ka qendrën ose gjendjen civile në Fier dhe është në Amerikë, vota e tij do numërohet në Fier dhe do ketë peshë. Kjo e bën të paditur dhe për partitë politike se si, kështu që prandaj ka një lloj koshërie dhe një pikpyetje të madhe dhe nga forcat politike. Kisha dje një intervistë Florian Haçkaj nga Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Shumë djalë talentuar është. Më tha që partitë politike po kërkojnë vetëm votën e diasporës, jo përfaqësimin e diasporës. Tha se po të shohësh qoftë në primaret e Partisë Demokratike, po edhe në ato që kemi parë deri tani nga Partia Socialiste, nuk është se ka individ të spikatur nga diaspora që do të futen në lista. Flori mund të ishte nuk e di se si ka planet. Flori mund të ishte një profesues shumë i mirë sepse unë kam folur me të, ai mund të ishte një profesues shumë i mirë i diasporës. Unë nuk po them se në cilën forcë politike ai mund ta gjente veten, sigurisht unë e di, po takon atij ta thotë nëse bëhet. Flori mund të ishte një person i tillë aq më shumë që është angazhuar. Kjo është e vërtetë ai që thotë, po megjithatë ne mbetemi për të parë sepse asnjë nga forcat politike kryesore nuk i kanë nxjerrë listat e deputetëve. Dhe mbetet për të parë nëse do të ketë një përfaqësues të paktën një, qoftë edhe në mënyrë simbolike, se të marrësh një përfaqësues nga diaspora, do thotë që ai personi që është atje të lër punën atje, të lër jetën që ka ngritur, të lër jetën që ka atje dhe të mund të vijë të jetë deputet me full time në Shqipëri. Mund të marrë pjesë edhe online në mbledhjet e komisioneve, siç i kemi parë deputetët. 2 zhvillime të tjera të rëndësishme kanë ndodhur